nata e kadrit të ndërrodhë vëzërë, e aktivizan dhe e reaktualizan prap çështën e besimit, se a thua vallë, sa ka hapësir iman jetën tonë, sa është aktual jetën tonë, sa është funksion jetën tonë e kështu me radhë. Krahas besimit në Allahun, nata e kadrit e reaktualizan ahiretin, kërkimin e shpërblimit, a bën të gjithçka në dunja për shpërblim të Allahut, apo ma tepër bëjmë për veten tonë, për një nam, autoritet, lavdat dunjas, apo boskafit në lëvizim. Muhamedi asimi ka mësuar shokët e tij që lëvizja tyne, jo është atjet për shkak të shpërblimit. A është standard i jo të shpërblimi? Këtë në mëson nata e kadrit. Dhe duhet jetë, nga se askush nuk të paguën më mirë se Allahu xhallahu ala. Për një vepër të caktuar të ndërrozër, këtë dunjaja me donë certifikata mirënjohje, me të publiku gjitha faqet e njohura të internetit dhe rrjeteve sociale, të jesh i shfaqur në çdo televizion, për shkak të punës që e bën, as përse afërmi nuk i afrohet asaj që Allahu ka përgatitur nëse je sinqert dhe bën për hir të tij. Prandaj veprimi jon legjitimohet mbi bazën e besimit dhe lëvizja jo dhe aktiviteti jon joshet mbi bazën e shpërblimit. Prandaj nuk lëvizim pa shpërblim. Çka ka tek Allahu nëse bëj këtë punë? Çka fitoj nëse bëj këtë punë? A ka sevap as ka sevap? E kështu me radhë.